Prej ditësh ka pasur shumë zhurmë për përplasjen e fortë mes qeverisë amerikane dhe Albin Kurtit në Kosovë, një fakt politik i rënd, por jo i ri. Kurtin amerikanët, si demokratët ashtu edhe republikanët, nuk e kanë dashur asnjëherë, sidomos me Donald Trump, ai ka qenë i padëshiruar. Albin Kurtin e solli në pushtet Gjermania dhe veçanërisht Angela Merkel. Në vitin 2020, ajo kreu një blitzkrieg politik që për nga efekti ishte edhe më i fuqishëm se të parët e saj të frikshëm. Merkel e ndaloi Hashim Thacin në aeroport, duke i prishur udhëtimin drejt Washingtonit dhe më pas ai përfundoi në Hag. Një akt politik perfekt, pa viktima dhe pa kosto kolaterale që e vuri në qendër të skenës Kurtin, Vjosa Osmanin dhe Donika Grvallën. Që nga viti 2014, diplomatët gjerman kanë goditur pa kompromis njerëzit e lidhur me Thacin. Kujtojmë këtu episodin në Tiranë ku ambasadori gjerman Helmut Hoffmann e sulmoi publikisht Enver Hoxhain, aq fort sa ky fundit u largua jo vetëm nga aktiviteti por edhe nga Tirana. Gjermania e Merkelit ngriti procesin e Berlinit, një projekt që synonte të ndërtonte një bosh të ri gjeopolitik në Europë, një proces që nuk u pëlqeu italianëve, francezëve dhe britanikëve, dhe që amerikanët e shihnin me dyshim megjithse nuk e kundërshtuan hapur. Donald Trump zgjodhi ta sfidonte drejt për drejt Merkelin me ambasadorin Richard Grenell. Merkel e shpalli non grata dhe dëboi nga Berlini, ndërsa ndëshkoi edhe Hashim Thacin që ndoqi aventurat e tij, duke e lënë në burg që prej 2020-s dhe duke sjell në pushtet Kurtin. Ky fundit u llastua nga mbështetja gjermane, por nuk arriti asnjëherë ta justifikojë. Ai u soll si Xhafer Deva i viteve 40 pushtet nga Berlini, por pa rezultate. Gjermania e ka mbajtur Kurtin, por nuk e sheh më si kartë të vlefshme. Berlini ka treguar forcë jo vetëm me Kosovën, por edhe në raste të tjera. Kriza greke e vitit 2008 tregoi qartë se Wolfgang Schäuble diktonte çdo lëvizje në Athinë. E njëjta fuqi u pa në vendosjen me forcë të Ursula von der Leyen në krye të Komisionit Evropian, në menaxhimin e pandemisë COVID-19 dhe në shpërndarjen e miliardave të fondeve europiane. Pas luftës në Ukrainë, Gjermania nuk është më vetëm banka e Europës, por po kthehet në superfuqi ushtarake duke shumë fishuar ndikimin e saj në Ballkan. Në rajon, Gjermania po luan hapur kundër Aleksandr Vučićit, ashtu siç ndihmoi në rrëzimin e Slobodan Miloševićit në vitet 90. Zoran Gjingjić ishte produkt i Berlinit dhe vrasja e tij është ende plagë e hapur për gjermanët. Ata nuk harrojnë se kush e ekzekutoi as lojrat e dy fishta që mendohet se bën amerikanët. Në Kosovë, Berlini ka investuar shumë, por Kurti e ka shpërdoruar këtë rast të artë. Ideologjia e tij e ngurtë, hezitimi për vendime të forta dhe frika nga konsumimi e kanë bërë të mbijetoj pa arritje. 5 vite kanë kaluar kot, një rast i tillë nuk do t'i vijë mas atij as Donikës. Gjermania nuk është një aktor periferik, por një fuqi që vepron me qetësi dhe me vendosmëri. Ajo tashmë duket se po kërkon figurën e re për Kosovën dhe Shqipërinë, dhe kur ta gjejë nuk do ta ketë më vetëm bam, por bam bam.